Përshëndetje, përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, për të nisur ditën e sotme maratonën të komentojmë ngjarjet më të fundit që po ndodhi në Big Brother VIP Albania. Sonte është një prime i zjarrt, sonte është një prime dinamik, një prime në fakt i premtuar edhe nga produksioni që do t'jetë krejtësisht ndryshe. Ka ndodhur shumë ngjarje brenda shtëpisë, ka ndodhur shumë debate, shumë diskutime, ka ndodhur shumë tematika, por unë dua në fakt të tregoj pranë jush se çfarë do të ndodh sonte gjatë prajmit. Fillimisht njëherë prajmi do të hapet si gjithmonë me fjalët përshëndetëse dhe njëkohësisht fjalët falenderuese nga ana e Ledionit kundërdrejt të gjithë publikut i cili i ka ndjekur deri në këtë ditë. Fillimisht njëherë do të flitet për çiftin më të komentuar gjatë javës, që ka qenë Brikena dhe Mateo. Si qëndron marrëdhënia e tyre, si qëndron dashuria e tyre, a kemi krisje, a nuk kemi krisje dhe kush është fajtori për këtë largim që ka bërë Brikena dhe Mateo. Do me thënë Brikena dhe Mateo nuk janë më si më parë dhe sonte do të dëgjojmë ekskluzivisht qëndrimet e tyre edhe në dhomën e rrëfimit. Tani qëndrimin e Brikenës, me thënë drejtën ne e kemi parë, ishte një qëndrim emocionali rënduar, ajo ndjeshte e thyer nga ky largim që ka bërë Mateo dhe Brikena xhelozon jashtëzakonisht shumë në marrëdhënien që Mateo ka me Selin në këtë rast. Do të thënë Brikena xhelozon në këtë historikun tashmë të ndërtuar. Gjithsesi do dëgjojmë edhe për nga ana e Mateos, sepse Mateo nuk ka asnjë lloj afrimiteti me Brikenën. Besoj që sonte gjatë qëndrimeve të tyre do të merret edhe vendimi se si do të vazhdon kjo marrëdhënie, ku në shënjestër, me thënë të drejtën, goditje e shoh nga ana e produksionit më së shumti Mateon për ta irrituar dhe nga ana e opinionistëve. Shoh Mateo në goditje për ta irrituar situatën, sepse Monika, do me thënë, do ta quan si një mashkull i cili nuk i shkon nga mbrapa një femre, nuk lufton për dashurinë e tij, nuk lufton për ndjesitë emocionale, ndërsa nga ana e Arbrit e shoh njëkohësisht qëndrime të forta kundërdrejt Mateos dhe do me thënë komentime të rënda kundërdrejt tij. Nga marrëdhënia e Brikenës edhe Mateos do të kalojmë tek një marrëdhënie tjetër që në fakt ka ngritur jashtëzakonisht shumë kurreshtje tek publiku shqiptar, afrimiteti që Juela dhe Rogerti kishin, shoqëria që Juela dhe Rogerti kishin dhe sot pikërisht këto të dy nuk janë më bashkë me njëri tjetrin. Pyetja që më së shumti shtrohet nga publiku në këtë kast apo në këtë moment të lojës është fakti që Juela dhe Rogerti e kanë krisje të vërtet këtë gjë, do me thënë e kanë krisje reale këtë që po ndodhen, apo kjo është një strategji. Unë me thënë drejtën e kam studiuar goxha shumë, kam ulur, kam menduar rreth kësaj krisje dhe nuk më është dukur një lloj e vërtete nga ana e Rogertit, ndërsa e besueshme si e vërtet nga ana e Juelës. Tani, Juela teksa ishte e qetë, teksa e kishte Rogertin në krah, nuk kishte për shembull diskutime kaq të zjarrta çdo ditë, ashtu siç ka nisur këtë javë, por mos prezenca e Rogertit në marrëdhënien e saj dhe në lojën e saj, unë mendoj që e ka bërë Juelën që Juela të mendoj dy herë se çfarë po ndodh me mua dhe a do t'jem unë një pretendente për finale duke mos e patur Rogertin në krah. Do me thënë e shoh Juelën të kërcënuar në një farë mënyre në lojë, të kërcënuar në mendime, por kjo gjë nuk do të thotë që do të ndryshon rrjedhën e ngjarjeve dhe rrjedhën e lojës. Do me thënë nuk e shoh një hidhërim të sinqert nga ana e Rogertit, e shoh më së shumti liri për fuqizimin e saj, sepse edhe sot në një diskutim Rogerti e mbrojti Juelën dhe e quajti si femrën më të fortë dhe mendoj që arsyeja pse Rogerti është larguar është për të treguar vlerat e veta Juela, do me thënë për të treguar dinamikën gjatë diskutimeve,
për të treguar forcën në lojë dhe për të treguar atë energjinë që Juela e ka dhe di ta transmetoj në lojë. Mendoj që ka të bën me forcën e Juelës, nuk është një përçarje e vërtet, edhe pse sonte gjatë prajmit Rogerti do ta quan si një përçarje të vërtet, do ta quan një moment që ati duheshte të ndahet nga Juela dhe të luani vetëm në lojë. Këtë lloj qëndrimi të ftohtë edhe të ashpër do ta mbaj dhe Juela ditën e sotme, por do me thënë e shoh një situatë më së shumti në favor të interesit të dy palëve se sa në një hidhërim të vërtet. Do me thënë pas diskutimit të këtyre ngjarjeve që realisht do me thënë janë ngjarje shumë serioze, sidomos marrëdhënia mes Brikenës edhe Mateos, nga puthja e shumë pritur deri tek përçarja që ka arritur, dhe më pas kemi surprizë të papritur, do me thënë nuk është një surprizë, por do t'jenë disa surpriza që normalisht kanë të bëjnë me banorët, ndoshta edhe për të hequr dy banor nga shtëpia, sepse jemi tashmë drejt fundit të këtij formatit, por edhe emocione që në fakt kanë përfshirë banorët me lojën të mos reagimeve. Dhe do të kemi një epizod sonte që do të ndanë çdo gjë që ka të bënë rreth Big Brotherit dhe ngjarjeve që ndodhin brenda. Kemi dhe një eliminim që kur është pjesa tek eliminimi, unë mendoj që banorja e cila rrezikon që të del në këtë pikë të lojës është mes Nicole edhe Edisa, por duke njohur karakterin e Edisës që e luan rolin e provokatives, do me thënë e luan rolin e vajzës ngacmuese në disa raste, mendoj që banorja e cila sonte përfundimisht do të lërë shtëpinë është Nicole, po edhe në qoftë se Nicole do të lërë sonte shtëpi, që 99.9% janë shanset të Nicole, mendoj që Nicole ka arritur të merr atë që dëshironte ta merr nga ky format, do me thënë ta merr atë që ajo meritonte ta merr nga Big Brotheri, besoj që ka arritur të jetë në fokus të gjës dhe loja e saj është kjo. Mendoj që Nicole meriton të ri pak më shumë se Edisa, por duke njohur qëndrimin e Edisës, karakterin e Edisës dhe si Edisa ka përzgjedhur që të tregoj veten e saj në këtë format, mendoj që publiku, sipas mendimit tim, ka më shumë interes për të mbajtur Edisën brenda në shtëpi se sa për të mbajtur Nicole. Domethënë, këto janë qëndrimet në fakt rreth këtyre banorëve dhe rreth ngjarjeve që ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Sonte pritet të jetë një natë shumë entuziaste, dua të marr mendimin tuaj në të vërtetë si e prisni ju këtë natë dhe çfarë prisni që të ndodh sonte. Do me thënë është një natë dinamike, sepse kemi të bëjmë me përçarje, kemi të bëjmë me prishje emocionesh, kemi të bëjmë me prishje dashurie, dhe kjo do ta bën edhe më interesante këtë format. Dua të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni këtë prime.